إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم وقال جل ذكره نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم أما بعد فالمدنيمة ذا الأذريمة إتاكوين بتم الله عز وجل صلوات دا سلامات يا درقوي محمد صلى الله عليه وسلم paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi ta, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, jemi tek cikli i hutbeve, këshillat e Luqman Hakimit drejtuar djalit të tij apo o biri im, të cilat këshilla i kemi shkoqitur nga transmetimet e ndryshme që ky njeri i mëshëm i ka drejtu këto këshilla e vladit vet. Këshilla e sotme e radhës në këtë hutbe është një ditë prej ditëve Luqman Hakimi ju drejtu djalit të tij dhe i tha: O biri jem, frikësoju dënimit të Allahut Azza wa Jall në atë formë sa që edhe nëse bon punë të mira, sa dy krijesa që i ka kriju Zoti e gjinët dhe njerëzit, do të frikësohesh vazhdimisht se Allahu do të ndëshkojë nesër ditën e gjykimit. Dhe shpreso biri jam të mëshira Allahut Azza wa Jall në atë formë, sikurse edhe te i kishe bërë gjitha gjunoat që i bojnë njerëzit dhe gjinit së bashku, do të shpresoje që të përfshijë rahmeti dhe falja Allahut Azza wa Jall. Kjo këshilla e Luqman Hakimit ka bazë në Kur'anin famlart, ka bazë edhe në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Çështja e parë që na mëson kjo këshill është: duhet besimtari musliman të shkojë paralel, të friksohet nga dënimi i Allahut, njëkohësisht të shpresojë te falja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall. Pra asnjëherë nuk guxojmë të ndihemi të sigurt se Allahu nuk do të na dënojë, dhe asnjëherë nuk duhet ta humbim shpresën se Allahu do të na falë, edhe nëse mëkatet tona janë të shumta dhe s'kemi mundësi me i numëru me numër rëndor. Nga sa Allahu Azza wa Jall, kur ka folur në Kur'anin famlar për robët e tij sinqer, ka thonë: "Walladhina hum min adhabi rabbihim mushfiqun, inna adhaba rabbihim ghayru ma'mun." Sura Ma'arij. Tha Allahu, robët e Zotit sinqer janë ata që vazhdimisht i friksohen dënimit të Allahut, nga se dënimi i Allahut nuk ka mundësi kurkush me ik. Paramendoni, pejgamberi alayhis salam ka thonën: kurkush nuk ka mundësi me hi në xhenet me punët e tij të mira. I thanë: as ti ja Rasulullah? Tha: as une, përveç nëse Allahu më përfshin me rahmetin dhe mëshirën e tij. Gjithashtu Omer radiallahu anhu ka thonë: nëse ki zbrit një thirrës nga Zoti, edhe kish thonë Allahu të gjithë ka me i falë krijesat e tij një nga lloji njerëzor, veç një njeri s'ka me falë Allahu, thot Omeri, isha tut që unë jom prej atyre njerëzve që Allahu s'ka me falë. Çaj i vetëm njeri jom që Allahu s'ka me falë. A Omeri ka qenë i garantuar me xhenet? Omeri dhe kush ka qenë Omeri? Megjithatë, veprimtaria e tij e madhe, punët e tij të mira të shumta, nuk ja kanë dhonë komoditetin edhe garancën se Omeri ka më shpëtu nga dënimi i Allahut Azza wa Jall. Mirë po njëkohësisht, për kundër gjunave të mëdha, për kundër gjunave të shumta, kur kush nuk guxon tyja me të pengu, me u pendu të Allahu Azza wa Jall, se nuk ka perde mes teje dhe pendimit të Allahut Azza wa Jall. Ka ardhur një njeri te Ibn Abasi, edhe e ka bu një gabim të madh, ka bu vrasje, edhe ka pa Ibn Abasi në fytyrë që ky njeri ka kryer këtë krim. Tha: ka për mua taube, a ka për mua pendim? Ibn Abbas tha: kush është ai që hyn mes teje
edhe pendimi ton te Zoti, kush është ai që e pengon këtë pendim? Andaj Allahu azza wa jalla na ka thirrë që të gjithë të pendohemi, edhe kur mos i hupmi shpresat e mëshirës Allahut azza wa jalla. Për të arsye tha Zoti: "Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a." Thuaj robëve të mi, ose o ju robë të mi, që keni tepruar me gjunahe, mos i hupni kur shpresat në faljen edhe mëshirën e Allahut azza wa jalla. Sa Allahu i fal gjitha gjunahet, nëse ju për një me i ktheni Zotit edhe i kërkoni falje Allahut azza wa jalla. Andaj edhe Luqman Hakimi e ka eduku birin e vet, evladin e vet, që të ecë paralel, të friksohet dënimit Zotit, ama kur mos t'i hupe shpresat në mëshirën edhe faljen e Allahut azza wa jalla. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e vërtet që ka regjistruar Imam Muslimi në Sahihun e tij, thotë e dërguar Allahut, nuk bën vaki asnjë musliman që me e kuptu se çfarë dënimi ka te Zoti, e që dikush prej tyre me shpresu se ka me hinë xhenet. Dhe nuk bën vaki asnjë jo musliman me e kuptu drejt se çfarë falje dhe mëshire të madhe ka Allahu azza wa jall, e që të gjithë mos kishin shpresu me hyrje në xhenetin e Allahut azza wa jall. Që të thotë, mëshira e Allahut është shumë e madhe, ama edhe dënimi i Allahut është shumë i madh. Pra duhet me u pendu te Allahu, me u friksu nga dënimi i tij, edhe kur mos me hup shpresën në faljen e Allahut azza wa jall. Zoti xhelalu ala për na treguar neve se këto dy elemente duhet me shku paralel, sikurse zogu me dy krah gjatë jetës së muslimanit, Allahu i ka potencu këto dy gjëra bashkë në Kur'anin famlar shumë vende. Për shembull tha Allahu azza wa jall: "Inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim." Zoti jot është ai i cili fal shumë, ama dhe dënimi i tij është i rrapt. Gjithashtu Allahu i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: "Nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim." Lajmëroj robët e mi se unë jam ai që falë shumë, ama dhe dënimi jam është i rrapt. Gjithashtu në thënie të bukur që ka thënë Ibn Kaimi rahimahullah në këtë drejtim, ka thënë Ibn Kaimi, loti i gjunaqarit, rënkimi i mëkatarit te Allahu është më i dashur se sa me një mallësia atij që falet edhe bën punë mira. Që do thot, namazi jot, agjërimi jot, haxhi jot, sadakaja jote nuk guxon ty me çtime me marr komoditet edhe me thonë që mua Allah i s'm dënon. Xheneti është për mu. Ose me mendu që jem më i mirë se tjetri, se ka mundësia është të bëni gjuna që ti si e të bo, për ka mundësia i ndin ke qardhja mrenda, edhe i ven marë për Zotit, thot, o Allah te prova. O Zot marë, po më vjen me thonë Allah më falë, shumë kom bo gjunohe. Andaj thot Ibn Kaimi, rënkimi dhe loti i mëkatarit është më i mirë se me një masia dhe komoditeti i ati që ban ibadete pa janda. Andaj ti që e ke tepru me gjunohe, ti që s'kullon mëkat deri sot pa bo, kur mos i hup shpresat në mëshirën e Allahut azza wa jall. Shpreson mirë, edhe mendo mirë për Zotin tënd, nga se nëse shpreson mirë për Allahun ke me gjetë mirë. Transmetohet të ndërua vëllezër, se Allahu e ka qitë një insan me gjykutit e gjykimit. E ka qitë me gjykun një njeri. Edhe Allahu e përcakton me drejtsinë e tij me shku në xhehenem. Edhe i thot melejkeve filani si pas punëve që i ka bo, vendin e ka në xhehenem. Edhe melejket e marrin edhe e çojnë të shku në xhehenem. Edhe Allahu e sheh mërzin të robi vet. Edhe i thot, o robi jam, ndalu. Tha, po qof që nuk je i knaqur. Po qof që diçka po vëvlitet mërana teje. Allah i pedin çka ka ki. Tha, po o Zot. Tha, unë e di çka ki, po ka Zot çka. Tha, o Zot, vazhdimisht ku mendu që ti je falës i madh. O Allah, e kum di që falje jote është e madhe. O Zot, e kum di që ti mëshirën e ki të madhe. Se kum bo men që kime mdenu me xhehenem. Allah thot, këthene. Tha, o Zot, na tha me qunë xhehenem, këthene. Pse? Për shkak mendimit mirë që e ka ki për muë. Për të arsye ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la yamutanna ahadukum illa yuhsinu billahi dhanna. Mos boje vaki dikush me vdek përveç se duke pas mendim të mirë të për Allahun azza wa jall. Ku je të shku? Te një Zot që do më shumë se vlat. Ku me di sa me të këshir gruaja, sa me të këshir burri, sa me të këshir vladi, sa me të këshir prindi, vajza. Pasha Allahin kej që ta mi ledh.
nuk i afrohen dhimbshmërisë edhe mëshirës Zotit që Allah e ka për ty. Ti apo mendon smujin që ki pas 2 vjet ki rënku, of, apo mendon që grujës ju ki dhim ma shumë se Zotit ta? E ki mashtru vetë vetën. A mendon që evladit ju ki dhim ma shumë se Allahit ta? Jo, mara Allahit ka kriju. A ti dhimbshës, po pse Allah me më dënu muhe? Pse me më qu smuj? Me të pasru pi gjunave, që ku të marë pa e veti, mos me dënu me drejtësinë e ti subhanu wa ta'ala. Andaj kur mos o pëshirën, edhe shpresën të falja Allahut azza wa jall. Edhe ti që falësh, ti që përbën punë të mira, mos e qo setrën nalt. Mos mendo se je më i mirë se filani dhe alani. Mos i jep vetës garancë dhe siguri se kime shpëtun nga dënimi Allahut azza wa jall. Por thuaj o Allah, më ka pla edhe më gjyko me rahmetin tonë, se pak jom të bo mirë, sa duhet me bo mirë. O Zoti i Madhreshëm, na bën për atyre që kanë mendim të mirë për ty, edhe shpresojnë që ti i falë, dhe shpresojmë që të na falësh ya Rabbel Alemin. Dhe na bën për atyre që bojnë punë të mira, mirë po këto punë të mira nuk i bëjnë ata mu qupesh ndaj teje, nuk i bëjnë ata mu rebelun ndaj teje, edhe me marë garancë se kanë me shpëtu nga dënimi jëtë ya Rabbel Alemin. O Allah, a ditë që dalmi para teje, na falë të meta tona, na mbulo ato dhe mos na korit, edhe na falë gjunat tona. O Allah, na mos na bën për atyre që mahniten me vetën e vetë, kur bojnë mirë ya Rabbel Alemin. Amin, amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah, wa nafa'ni wa iyyakum fima qultum wa sami'tum. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.